Sot prindërit dhe fëmijët morën përsipër që mos ta dëgjonin lebetitin, mizerabilitetin edhe që do të them që kriminalitetin mediatik dhe politik të Sali Berishës. Askush nuk bojkotoi mësimin. Ju bëri thirrje që ta bojkotonin mësimin për hatër të TikTokut edhe marrëzive të tija, sigurisht jo vetëm me TikTok, por edhe nivelin e TikTokut edhe të krimit që bëhet në TikTok për fëmijët, por asnjë prind nuk luajti mend që t'i thoshte fëmijëve mos shkonin në shkollë. Në absurdin si dikur që ju kujtohen parullat e 90-s, 91-shit. Po, që thoshin liri demokraci me një çanta të shkonin në shtëpi, shfrytëzohesh edhe atëherë, por ai ishte një kohë tjetër. Sot askush nuk deshi që të ndëgjonte më një rufjan politik si Sali Berisha. Fëmijët shkuan në shkollë dhe kanë bërë shumë mirë. Lajm jashtëzakonisht i mirë dhe një shpull hundëve atyre turive të shëmtuar të një politikani që ka marrë zvarr demokracinë në Shqipëri dhe me sa duket do ta marrë deri me datën 11. Me 12 maj ai nuk do të jetë i zoti më të marrë zvarr asnjëri tjetër. Nuk do të jetë i zoti më të djeg Shqipërinë siç e ka djegur në 97, të bëj gru shteti si në 98, të hedhë në fshatra si në 2008 dhe të vras njerëz në bulevard si në 2011. Nuk do t'i bëj më. Dhe të vjedhi si nga viti 1990 deri sot. As të sulmoj Selin e tij, as që të përgojoj, të pështyj përmi demokracinë, përmi demokratët në radhë parë dhe pastaj me gjithë shqiptarët. Njerëzit nuk e ndjekin më mbrapa. Tjetra që duhet të them është që duke kthyer skemën përbërës demek me primaret dhe njerëzit që kanë fituar primaret nuk t'i fusin listat sigurta, apo të fusin njerëz të kapaciteteve të tij dhe të formës që dikush me prej 30 vjetësh ti, sigurisht nuk ka për ta shumë fishuar votën, por ka për ta dëmtuar votën. Por ai do njerëzit e sigurta, ai nuk do fitoren, do sigurisht ato rreckaman idesh edhe të shëmtuar përsa i përket edhe anës fizike, se sa njerëzve që fitojnë. Ai nuk mund të verë në fillim të listave edhe pse bën primare, se ndryshe s'ka kuptim pse i bën primaret. Nisi Ali Mehmeti, sigurisht do ta nxjerrë jashtë, sepse sigurisht primaret për këtë punë bëhen. Në të kundërtën të maksimizimit të votës që bën Edi Rama, kuptohet edhe ai se ka problem, por ai nuk ka primare, nuk deklaron primare. Ai thjesht vendos në skalionin e dytë ata që luftojnë, që janë me të vërtet njerëzit e votave, që marrin e shumë fisojnë efektin e tyre, Erion Braça, bie fjala Pandi ose shumë të tjerë që janë atje që normalisht shumë fisojnë dhe shumë të fuqishëm Partisë Socialiste dhe vën kryesisht gra në listat sigurta. Kjo nuk bën asgjë tjetër se normalizon atë që konsideron shumë fishimin e votës. Në të kundërtën, Sali Berisha përdor atë kakofoninë e një aristokracie politike që asnjëherë nuk i ka dhënë fitoren dhe s'ka për t'ia dhënë kurrë edhe kësaj radhe. Dakor? Miq Prizmos, besoj ju kujtohet që në çdo studio tonën, po edhe në Kosovë, thonë gjithmonë për zgjedhjet në Shqipëri, sa keq i bëjnë ata, s'din me bë zgjedhje. Ne jemi, Shqipëria është vend pa demokraci, me si dalin rezultatet, shkojnë një javë me dalin rezultatet, kanë ankesa, nuk din me bë zgjedhje, janë populli pa kulturuar, politika e pa kulturuar, shoqëria e pa kulturuar. Në Kosovë zgjedhjet dalin me një herë, brenda ditët rezultatet certifikohen, populli kulturuar, popull që merr vesh, në Shqipëri s'marrin vesh, e fjalë tilla. Bukur. Zakonisht nuk ju ve fort mendim se këto janë kualitetet të katunëve që shesin mend kush është më i mirë, më i bukur se tjetri. Zakonisht në folklorizëm kështu funksionon.
Në urbanitet nuk merren me këtë punë. Folklorizmi shtyhet deri në urbanitet ke lagjet. Kjo lagje kështu, kjo lagje ashtu, por në urbanitetin e vërtet, qytetrimin e vërtet nuk merren me këto. Sepse sigurisht janë njësuar përse i përket edhe standardeve dhe njëkohësisht janë njësuar edhe shkojnë në një drejtim përse i përket qytetrimit. Në momentet që të ndryshojnë këto raporte që s'japin e marrin, fillojnë një shesin me njëri tjetër. Mi po që ka ndodhur tash, që duhet bëj këtë 2 minuta diskurs. Ka ndodhur që sot ka kaluar muaj nga zgjedhjet e mbajtura dhe zhvilluara në Kosovë dhe nuk ka rezultate. Kjo nuk ka bërë vaki në Shqipërinë. E pa edukume dhe gënjeshtare dhe mashtruese. Ja, kanë dalë rezultatet. Dhe thoni ju kanë dalë edhe në Kosovë, po nuk janë certifikuar. Komisioni Qendror Zgjedhor nuk ka certifikuar. Dhe për më tepër, ka ankesat mëdha, mirë për ato që në Shqipëri nuk bëjnë vaki. Dhe në gjithë Kosovë ishin të zakonshme, që shkojnë votojnë në grup, familjet. Nuk bëjnë vaki në Shqipëri, kjo punë ka tunin më të keq. Po këtu i shohim standardet dhe akuzojmë njëri tjetrin. Në Kosovë nuk i shohin këtë standard, nuk e shohin fare. Megjithatë. Ashtu duan të votojnë, le të votojnë. Çfarë problem? Puna ishte se certifikohet. Nuk është certifikuar dhe për më tepër ka ankesë, jo opozita. Opozita që praktikisht ka organizuar zgjedhjet. Sepse sigurisht janë shumë institucione të shtetit që mund të quhen edhe të pavarura, po disa janë të varura që organizojnë zgjedhjet. Dhe ankesat i ka Albin Kurti dhe partia e tij, vetëvendosja që janë në pushtet. Pra kemi të bëjmë me disa standarde që janë thyer fare, siç është votimi kolektiv dhe familjar, ose varianti i tyre bullgar, që këtu ne nuk ka shanse të bëj vaki. Edhe nëse thonë që është blerë dhe shitur vota, ajo ka ndodhur përpara dhe në jo ditën e votimeve. Blerja e shitjes e votave nuk ndodh ditën e votimeve. Pra s'ka çaprisë asgjë ditën e votimit, sepse nëse i ka marrë ato lekë, i ka marrë përpara. Dhe e dyta nuk certifikohet rezultati, nuk deli plot, nuk vendosen firmat. Edhe është tragjizëm se ka kaluar një muaj. Tash pyetja është, ore, ku shkuan ato muhabetet, ato fjalët që Shqipëria kështu, Shqipëria ashtu, partitë Shqipërie, apo fjalët e Katunit. Pra, ajo që desha të deduktoj është se pa kaluar Katunin nuk vjen dot në qytet. Pa mbaru veset e Katunit, nuk vjen ke veset e qytetit. Tashti, me manipulimin e ankesat dhe zgjatjet dhe urrat e qytetit, që janë zakonet e qytetit, dhe disa prej zakoneve të Katunit me i shit me njëri tjetrit, keni filluar, dhe më thënë, normalisht suburbanitetin, që ne kemi filluar para 25 vjetësh. E sidomos, në 1996, kur Sali Berisha rrifte komisioner, deputet, gjithë këtë gjete për para, i shkepte në dru, si zakonet e Sali Berishës, njeriu më demokrat. Dhe, normalisht pasaj, i thoshte bota shikore, përsëri ca zgjedhje, ky i thote jo, sidomos Amerikës edhe Clintonit në atë kohë. Derisa i mësoi të gjithë klasën politike dhe gjithë shqiptarët që duhesh patjetër me majt pushtetin me zor, mos me e dorëzu dhe të gënjesh. Po ashtu edhe me bleret e shitjet më vonë, duke filluar suburbanitetin, nga folklorizmi në suburbanitet. Derisa një ditë caktuar, në një moment caktuar, bas viteve 2030-35, të hymë në urbanitet thellë dhe të marrim vetëm veset e qytetrimit dhe të largojmë veset katutareske, tonat, sigurisht Kosova ka rruga akoma të gjatë si tani. Por spakut të largoj atë shitjen nën, që ne kështu edhe ju ashtu, ne kështu, ju ashtu, ne të mirë, të bukur, ne qytetrim, ne di biciklete para jush, ju e dini ma vonë, ne... Dakord, kjo është e sapi. Shitja nën është një nga veset dhe folklorizmat të shoqërive që kanë dalë vonë në qytetrim. Kjo është e para. E dyta është
raporti që Shkodra ka me monumentet, nuk besoj se ka njëri gazetar, historian, që ka quar problemet e një, po flasë të si në mënyrë të çuditshme, sepse askush këtu nuk merr vesh të flasësh drejt për drejt edhe në mënyrë normale. Të arrëdimit qytetit me monumentet. Kam quar problemin e madh të harrimit figurave të mëdha. Problemin e madh të mos respektit që kemi për antikitetin tonë. Të tjerët e shpikin, ne e kemi dhe nuk e nderojmë. Të tjerët e shpikin perëndim, e shpikin lindje, nuk i kanë figurat e tyre, s'janë të tyre, nuk janë të etnisë tyre. Dhe i çojnë në për pjedestale. Kudo i ke edhe në për Ballkan. Ja vjedhë njëri tjetrit. Është një shembull i madh Maqedonia, por nuk janë vetëm ata, janë edhe malazesë që veprojnë ashtu, serbët që veprojnë ashtu, bullgarët që veprojnë ashtu, dhe shumë element tjerë, të cilët futen në territorin një tjetër dhe shpikin. Po ke edhe në perëndim, po kështu. Ne i kemi, janë pjesë e këtij territori, janë sundimtar, jo të këtij territori, po të asaj kështjellë të kësaj Shkodre, dhe nuk i çojmë. E para vjen nga ignoranca e jashtëzakonshme historike e një shoqërie demente si e jonë. E ndryshuar shpeshherë me kalim jo vetëm pushtuesës, po edhe regjimesh edhe konceptesh folk politike, folk historike dhe sidomos ato folk social kulturore, të cilët nuk i kanë lejuar kurrë që ne të vendosim në pjedestale ato mbretër që i kanë lënë pjesës së historisë, jo vetëm të luftrave, po edhe diplomacisë dhe zhvillimit, një varr të madhe, plagë të madhe, po njëkohësisht edhe një copë të madhe, sipërfaqe të madhe, e cila ka ngulur pastaj edhe atë që ne i themi trashëgimi kulturore dhe historike. Edhe normalisht unë kam bërë disa shkrime dhe tani bile ju bëj gati edhe disa bocete, sidomos mendimin e inteligjencës artificiale, të agronit. Jo vetëm pushtues edhe me sipërfaqe të jashtëzakonshme, por edhe me iniciativa të mëdha territoriale. Pastaj regjenten, Teuta, gjithmonë duhet me thënë regjente. Ne i themi mbretëreshë, ai ishte një mbretëresh, por në fakt ai ishte mbretëresh deri në momentin që do të rritesh djali i saj, që i kishte me agronin, sigurisht. Dhe normalisht pastaj është edhe Genti, i cili jo vetëm që kishte shtetin e madh, më të madhin, dhe jo vetëm që të dy të fundit kanë luftuar edhe me Romën, por kishte edhe një organizim perfekt, pavarësisht në analet për shembull të Polibit ose të disa prej atyre shkruesave të jashtëzakonshëm të antikitetit, mbahet ana e Romës, sepse ata ishin punonjës të Romës. Po dhe luftrat që ka bërë, edhe konsult me cilët ka luftuar, i japin derë. Genti është varrosur në Italinë e sotme, dhe sigurisht ai ishte një person që i ka bërë luftra të mëdha, por kishte devizën e vet, kishte monedhën e vet, disa monedha të veta, kishte një zhvillim fantastik të asaj kohës, mirëqenie të jashtëzakonshme, dhe sigurisht një ushtri të jashtëzakonshme. Ishte Leanca, që heri mbante, heri prishte, por që ka lënë figurë të jashtëzakonshme edhe në historinë e lashtësisë tonë. Pra kemi agronin, kemi Teutën, e cila sigurisht në perëndim njihet për pirate, po si përfaqësorja e perëndimit shpeshherë bën gabojshëm. Piratizmi në atë kohë ishte i ligjëruar, nuk ishte ndonjë problem. Nëse ti do shkoje të ndërhyje në për brigje, pirat ishin ata, se shkonin, merrnin çka kishin për të marrë, ktheheshin kështu, bile merren në robër. Ishte një gjë e çuditshme, puna është se Roma nxori arsyen pse duhesh patjetër invadu, duhesh pushtuar edhe bregu tjetër te pirateria e Teutës ose mosbindja e saj, nuk ishte ky problemi kryesor, ishte ekspandimi i Romës. Dhe këto tre figura të jashtëzakonshme ne nuk i kemi çuar në qendër qytetit. Ato janë primare për të çuar. Nuk i ka marrë përsipër as koha e monarkisë, e cila sigurisht kishte shikim më të qartë, nuk i ka marrë përsipër. Nuk kanë qenë zot të shkojnë deri në këtë pikë kulturore. Shpeshherë bënin në veprim, duke e përmendur dikur në poezi ose në shkruajtje
më tepër letrareske se sa politiko konsultuese me historinë, edhe mbeteshin aty, jo më tepër se sa aty, duke mos qenë zot thonin, shiko, kjo është trashëgimia jonë, ne prej kyre kemi rrjedhur, ne këtu kemi dhe atë kështjellë e cila ka qenë kryeqendër ilirike. Nuk e kanë bërë asë në kohën e komunizmit, e përmendnin, sigurisht i përmendnin, janë bërë ato buset që janë atje sigurisht ke kapiteneria ose ke muzeu kapitenerisë, i kanë përmendur në çështjet historike. Regjimi komunist i ka bërë më mirë këto punë, sepse sigurisht kishte më tepër pjesë akademizmi dhe historie, universiteti, por në Shkodër nuk morën përsipër që t'i çonin. Nuk i lejoj kërkush merrte vendim për shembull komiteti i partisë ose ekzekutiv që do ndërtojnë buset e tyre. Shkuan deri ke Rozafa në mënyrë të paturpshme, duke mos e studiuar mirë dhe duke mbajtur një qëndrim absurd për një figurë e cila sigurisht është një legjendë serbe edhe një feminicid, por për mbretërit tonë, për 3 nga mbretërit më të shkëlqyer tonë, nuk e morën përsipër. Edhe për turpin e për faqet zezë nuk morën përsipër për të 3 figurat as në këto 35 vite demokraci. As një bashki, as një këshill bashkiak nuk i mori përsipër që t'i vendosi duke kthyer në historinë e Shkodrës pjesën e trashëgimisë fantastike të antikitetit dhe për të larguar një herë për gjithmonë të gjitha dyshimet dhe për t'i dhënë vlerën e duhur. Dhe normalisht, po të kishin pasur mendjen ke turizmi, dhe nëse e kanë mendjen ke turizmi sot, duhet ta bëjnë se s'bën, sepse ata që janë turistë më të vëmendshëm tonë, ore, këta ku e kanë antikitetin, vetëm ke ajo kështjellë mesetare, se të gjithë e kuptojnë si mesetare. Duhet t'i shpjegosh pastaj që këto muret e fillimit janë mure ilirike dhe mure helenistik. Ajo sipër është ndërtuar nga venecianët edhe nga Sulejmani i Madhërisht mas 1500-s, riparimet që ka bërë. Tashi, në mungesë të antikitetit, në mungesë të dukjes antikitetit, duhet historia. Dhe këtë historinë nuk e kemi nëpërmjet 3 mbretërve të mëdhenj, që janë Agroni, Regjente Ateuta, mbretëresha, edhe Genti. Pastaj duhet biseduar, siç kanë biseduar gjithmonë, dhe për atë të aprovuarin bocet të Karamahmut Pash, Bushatliut, më të shkëlqyerit përsa i përket dhe pushtimeve dhe sundimit që ishte luftëtar i dinastisë Bushatlivi që ka zgjatur 75 vite, praktikisht Shkodra e sotme, kjo Shkodër që shtrihet këtu, është krijimi i kësaj dinastie 75 vjeçare, i cili ka vdekur në luftë, në pabesi, por ka vdekur në luftë duke luftuar. Dhe sigurisht pasaj duhesh rivendikuar Balçën, që sundimtarët tonë, duke filluar me Gjergj Balçën. Patjetër, nuk mund t'ja lesh Malazesëve, sigurisht që sundimtari i Zetës dhe i Shkodrës. Atëherë nuk kanë qenë kombet e ndara, kaq kollaj sa kujtojnë sot. Është tjetër historike, tash nuk mund zbrasnijat të mbushur tytkën e atyre që se kanë të mbushur me asgjë, kanë vetëm dyk brenda. Por kemi të bëjmë me disa kohra të cilët nuk barazohen me këtë kohë. Edhe sigurisht pastaj duhet edhe një bust për Antonio Loredanon. Sepse sigurisht duhet patjetër edhe pjesa 100 vjeçare e Venedikut në Shkodër. Nuk mund ta mohojmë dot. Sigurisht do dijmë edhe ke Pashalleku, shqiptar, dhe kanë qenë shqiptar dhe me gra shqiptare i Shkodrës. Dhe normalisht duke u mbyllur me Mustaf Pashën, nuk kanë bërë për të gjitha bustet. Sigurisht shtatore Ambikal është artistit Ferit Koda, është aprovuar dikur, nuk e morën përsipër me kulisa për ta vendosur, e aprovuar, nuk është i doli dhe një lloj shifre për të vendosur në Parruc, ku është sheshi, por në Kelulishtja, dhe sigurisht duke bërë dhe në një ndreqje ose nuk e di, një diçka që vlen për ta sjell më tepër në kohë ose për ta prezantuar akoma më mirë, por që sigurisht është një ide e artistit dhe skriptorit fantastik Ferit Koda, dhe nuk e bën kurrë. Dhe për më tepër tash bisedohen element tjerë që po vendosim këtë me iniciativa private. Kemi bën një bus, ne kemi bërë statore, ta vendosim këtu në qendër qytetit, e duam këte, duam këto gjëra që në organizimin
organizimin urban, organizimin shtetëror, pushtetror nuk funksionojnë sepse duhet të ketë rregulla rregullore dhe njëkohësisht borde dhe kontrole nga më të ndryshmet për të vendosur figura të jashtëzakonshme. Në të gjitha këto që them unë, sigurisht duhet funksionojë. Dhe për fat është shpejtuar, por është bërë një rregullore, e cila duhet marrë gjithmonë, parasysh se duhet ndërtuar një komision, një bord i cili i merr përsipër gjitha, jo me volontarizmat edhe me dëshira, se dëshira mund të kenë me vendos gjithë farë bustesh. Kanë pare sa të duash edhe mund vendosin edhe buste armiq. Kanë lek, po, do të ndërtoj, thotë njerëz që kanë luftuar Shkodrën, por nuk funksionon kështu. Në këtë mes, gjithmonë thirrja ime është që, shiko, vendosni ato që nuk diskutohen, dhe që janë sundimtarë të Shkodrës edhe që sigurisht kanë rritur famën dhe trashëgiminë shkodrane. Vendosni mbretët e Shkodrës, kulturalisht të padiskutueshëm, sundimtarët, princat e Shkodrës dhe pashallarët e Shkodrës, sepse ato kanë bërë Shkodrën. Të tjerët, jo vetëm që presin, por edhe dikush edhe duhet presi fare të vendoset në Shkodër, sepse nuk i takon të jetë i Shkodrës. Kur s'kan fare lidhje, s'kan një kontribut, por përkundazi mund ta kenë rrethuar në një Shkodrën për ta luftuar. Dakord, miqtë e mi?